Edhe Hamasi pretendon se është organizatë politike. Por kur dënë me shpallë në organizatë terroriste, nuk e pyet çka mendon ajo organizata për veten, po i klasifikon aksionet e organizatës. Nëse lista serbe e pranon me krenari se ka marrë pjesë në organizimin e rastit në Banjska, nuk pyetet lista serbe mo, po pyeten institucionet e Kosovës, të cilat e zbatojnë ligjin, edhe del kryeministri i Kosovës, me informacionin e bollshëm si vendor ashtu ndërkombëtar, edhe thot, nga sot për këtë arsye, lista serbe shpallet organizatë terroriste. Ta zojmë që është shumë e komplikuar me ndodh kjo, se ka guximin e mjaftueshëm Albin Kurti, ja shpall krejt antartë e kryesisë si persona non grata. Edhe ja njeh penalisht. Po kjo nuk ndodh. Jo që nuk ndodh. Mirë po në kohën kur kërcënoi ke Kosovën, shefi faktik i listës serbe Milan Radojić, prapa perdes, shefja grupit parlamentar Lëvizjes Vetëvendosje, komunikoi me ton në telefon. Edhe i raportoi kë. Ju kujtohet mirë kur ata merren vesh edhe për zgjedhjen e gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese. Për njerëz normal, mjafton kjo me e kuptu që Lëvizja Vetëvendosje, ç'është e tha edhe Glau Konjufca, nuk e ka asnjë problem me listën serbe. Edhe ato ta pranon, edhe bashkëqeverisë me to. Ju kujtohet prap se si Albin Kurti i pyetën se pse nuk po e shkarkon Goran Rakisin, i cili po shihet në protesta në veri, duke i bloku rrugët, bashkë me kriminalët me maska, e të armatosur. Albin Kurti thot që nuk e kam asnjë arsye, madje flet me miradi për rolin konstruktiv sipas Kurtit të Rakisit në mirëmbajtjen e rendit të protestat, edhe pa mundësimin e përplasjes policisë me protestues. Kështu që kjo është krejtësisht e qartë. Për ma tepër, kur KQZ-ja ka ndosh me do buxhetin për partitë politike, Vetëvendosja ka votu për mesatarëve ty në KQZ, me ju ndo buxhet 300.000 euro për listën serbe. Tash. Fiumi euro. Po, tash. Ja, po, se e gabove. Regulorja, po. Veç 300, që për 300 t'japi unë. Okej, 300.000. Regulorja e Kuvendit të Kosovës e miratuar në vitin 2022 nga shumica e Lëvizjes Vetëvendosje thot që shumica e propozon, shumica e komunitetit. Shumica e komunitetit në mënyrë absolute është lista serbe, siç ashtu po votojnë serb në veri. Absolutisht është të vërtet që thuhet që shumica ose grupi më i madh parlamentar propozon edhe kryetari i Kuvendit. Nuk thot i takon, a thot e propozon. A thot, e propozon thot. Po ka s'ka mjaftu me të drejtë Vetëvendosja me e kërku kryetarin e Kuvendit. Njëjtë s'pëdon. Unë edhe njëherë po ju them edhe jam absolutisht i bindur që blokada që e bën Lëvizja Vetëvendosje është për fuqizimin e matejshëm të listës serbe në prag të zgjedhjeve lokale. Sepse njëjtë që i duhet Vetëvendosjes kritika serbe për Kurtin, ashtu i duhet listës serbe kritika shqiptare për ta. Qashtu rritet emocioni nacionalist të ai grup. Kështu që këtu nuk kemi kurfar debati. Arsyeja kryesore pse nuk kemi qeveri akoma është se ose s'ka numra mjaftueshëm, ose janë shumë të pakët. Albin Kurti e din që në çdo skenar në zgjedhjet e ardhshme Vetëvendosja bjen. Por ati duhet me zgjedh skenarin që bjen mas pakti. Dhe mas pakti Vetëvendosja në zgjedhjet e ardhshme bjen të i shku në zgjedhje pa qeveri.